بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد të dashur të mi po vazhdojmë sot me dy emra të tjerë të bukur të Allahu te baraka wa taala. E tham në takimin dje, njohja e emrave të bukur të Allahut te baraka wa taala. Rrjedhimisht pastaj njohja e cilësive dhe atributeve, sifateve të Allahut te baraka wa taala prodhojnë shumë rezultate dhe fryte në shpirtin dhe në zemrën e besimtarit dhe e provokojnë dhe e rritin imanin jashtëzakonisht shumë. Dhe kur këto ndodhin, atëherë rezultati i gjitha këtyre është dashuria ndaj Allahut te baraka wa taala dhe veprimi praktik në sferën e ibadeteve. Dy emra të bukur të Allahut i kemi zgjedhur sot. Emri i parë është emri i bukur i Allahut Ar-Rauf. Ar-Rauf, që në gjuhën tonë mund ta ketë kuptimin Allahu është i buti për plot mëshirë. Allahu ka dhëmbëshuri dhe zemër butësi të jashtëzakonshme për robërit e tij. Kur fillojmë me i lexu kuptimet dhe domethënjet e këtij emri të bukur të Allahut te baraka wa taala, që dietarët dhe ulemaja i kanë shpalu, është më rëndësi në dy aspekte të shiqohet ky emër i bukur i Allahut te baraka wa taala. Ar-Rauf, aspekti i parë në raport me gjunaqtarët. Allahu te baraka wa taala nga mëshira e tij e madhe, nga dhëmbëshuria dhe dashuria që Allahu ka për robërit e tij. Po flasim për gjunaqtarët, ki parasysh, domethënë raporti i këtij emri të bukur të Allahut Ar-Rauf me gjunaqtarët. Kjo është aspekti i parë. Tham dy aspekte të analizojmë. Allahu dhul Gjelal ndin keqardhje pse robërit e tij janë zhyt kaq shumë në gjunahe. Dhe nga efekti i fuqishëm, nga ndikimi i madh i këtij emri të bukur të Allahut Ar-Rauf, Allahu nga dashuria dhe dëmshuria e tij Jalla Jalalu u mundson atyre mu pendu. Allahu Akbar. U mundson atyre mu pendu. Dëgjoni vëllazër, është shumë më rëndësi me kujtu një gjë. Sa herë ne t'i shohim të tjerët, ata që janë zhyt edhe janë thellu në mëkate, në harame, në gjunahe, duhet me ndi keqardhje për gjendjen e tyre, po me një herë ti duhesh me falendru Allahun dhe me thonë elhamdulillah që Allahu mu me udhëzoi, falendrim Allahut që Allahu më ka shiqu me syrin e mëshirës, e Allahu më ka mundësu me u pendu, se unë ndashta kisha me qenë edhe ma thellë se ai, edhe ma poshtë se ai me gjunah dhe harame. Ndërsa raporti i dytë, aspekti i dytë i raportit këtij emri të bukur të Allahut Ar-Rauf me besimtarët, e pa me gjunaqtarët, raportin e këtij emri të Allahut. Tash me besimtarët është se Allahu nga dhëmbëshuria, nga dashuria e madhe, nga ajo butësi, se ma herët e përdorëm zemër butësia, kjo nuk shkon për Allahun. Se Allahu nuk posedon zemër, por në kuptimin e domethënies
në kuptimin gjuhësor, përndryshe kjo nuk vlen për Allahun. Përndryshe, Allahu dhul Gjelal nga dashuria e madhe, dhe nga dhëmshuria dhe nga kujdesi që ka për robërit e tij të mirë, për besimtarët, Allahu arun imanin. 1, 2, Allahu u ambulon mbaret dhe turpin. A kanë besimtarët ndonjë turp edhe ndonjë tmet? Si jo. Por Allahu dhul Gjelal u ambulon krejt ato tmeta të mundshme. Të dashurit e mi, në Kur'anin famlart, 19 herë Allahu e ka përmend këtë emër. 11 ajete brenda gjithë ajeteve të Kur'anit, Allahu te baraka wa taala e ka përmend emrin Ar-Rauf. Ar-Rauf. Që do të thotë Allahu është i urti me shumë mëshirë dhe plot mëshirë. Allahu dhul Gjelal ka dashuri dhe dëmshuri për robërit e tij. Për shembull, në 4-3 Bekare, Allahu dhul Gjelal, po e marrim një shembull ku përmendet ky emër i bukur i Allahut Ar-Rauf, thot Allahu dhul Gjelal: "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, inna Allaha bin-nasi la raufur rahim." Është interesant, kjo pjesë e ajetit flet për një moment të muslimanëve. Fjala është kur muslimanët ende nuk e kanë pranuar urdhrin prej Allahut mu kthy në drejtim të Mekës. Para se marrë ky urdhër muslimanët drejtimin e kiblës me ndryshu mu kthy ka Meka, deri atëherë muslimanët drejtimin e kiblës e kanë pas në drejtim të Mesjidul Aqsas. Kur ka ardhur urdhri o kon namazi i kindis, kur ka ardhur ajeti nga ky moment ktheuni ka kibla, kanë transmetime disa prej sahabëve janë kon të fal namazin e kindis, kur kanë ndi namaz në ruku, qysh kanë qenë në drejtim të Kudsit, janë kthy ka Meka. Ke parasysh tash, domethënë mundohu pak me analizu kontekstin kohor paranimi 450 viteve. Nuk o përhap një ajet kur ka ardhur më një herë, se na me mjetet e informimit sot, domethënë largoje veten prej kësaj kohe ku jemi na sot, kur ne informohemi shumë shpejt. Ktheje veten paranimi 450 viteve ku mundësitë e informimit kanë qenë zero. Prandaj dikush e ka dëgju një ajet edhe një urdhër të Allahut, a ditë, dikush të nesërmit, dikush mas 2 ditë, dikush mas 1 javë, kështu me radhë. Kthehemi te ajeti. Kur ka ardhur urdhri, ktheuni tani e tutje në drejtim të Qabës të Mekës, kjo është kibla juaj, kanë ardhur sahabët edhe i kanë thënë pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasulullah, deri tani me namazin që jemi fal më herët në drejtim të Kudsit, çka ka më ndodhur me atë namaz? Ku mbeti ai namaz? A ka më na pranua Allahu atë namaz? Deri sot jemi falë në drejtim tjetër. Prej sot po drejtohemi ka Meka. Namazin që kemi falë sa vite ma herët, çka ndodhë me atë namaz? Ku mbeti ai namaz? A u pranua ai namaz?" Allahu dhul Gjelal e zbriti këtë pjesë të ajetit, ajeti o shumë i gjatë, surën Bakara. "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allahu thot, Allahu nuk e humb mundin e juj. Është i pranuar te Allahu. Po është interesant që të vllazën, Allahu e ka qujt namazin iman. "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allah, kuptoje kjo shumë e rëndësishme është, mos e haro. Allahu e ka qujt në këtë rast namazin iman. Dhe ky është një prej atyre argumenteve të forta me ata njerëz që përballë namazit sillen me neglizhencë. Janë shumë të shkujdesëm. E shpërfillin farzin e namazit. Nuk guxon kjo me ndodh muslimanit. Besimtari i vërtet nuk e shpërfill farzin e namazit. Qëre ne mund të kemi shumë gabime, ne mund të kemi shumë gjunahe, ne mund të kemi edhe vazhdimsinë një gjuna, apo në 2 gjuna dhe në 3, por kur vije puna e namazit, nuk duhet të ketë shpërfillje me namaz. Të namazit duhet të jemi parimor. Allahu e quajti namazin iman. "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum."
Tash këtu në këtë rast specifikisht është fjala për namazin. Allahu i qetësoi sahabët, tha deri sot jeni falë në drejtim të Kudsit, sot e tut jeni kthy kahmeka, kibla e re, por ai namaz që e keni falë më herët nuk humte Allahu. Si përfundon ajeti? Inna Allaha bin nasi la raufun rahim. Allahu me njerëzit është i butë dhe është shumë i mëshirshëm. Allahu me njerëzit është i butë dhe është shumë i mëshirshëm. Për me përmbyll këtë, ky emër i bukur i Allahut Ar-Rauf përballë gjunaqtarëve, Allahu Dhul Jalal nga mirësitë dhe dëmshuria dhe dashuria dhe kujdesi dhe mëshira e tij u mundson atyre me bë tauba. 2. Besimtarve dhe gjithë të tjerëve u ambulon të metat dhe mbaret. 3. Allahu Tebaraka wa Taala nga efektet e mëdha të këtij emri të bukur nuk na ka ngarku neve me obligime dhe farze që mund të jenë të rënda për ne. Nuk na ka ngarku me obligime dhe farze që mund të jenë të rënda me ne. Pas jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, tamam një shembull nga këto që Allahu nuk na ka ngarku shumë. Në fillim, a e dini o vëllezër, në fillim të muajit të Ramazanit, kur jon kon vitet e para të Ramazanit, pejgamberi alayhis salam ju pyet dikush sa Ramazana i ka agjëruar pejgamberi, ju pyet dikush. A e din sa herë e ka agjëruar Ramazanin pejgamberi alayhis salam? Tash dikush mund të më thonë, o kon moshën 40 vjeçare pejgamberi alayhis salam, te Allahu ka shkuar moshën 63 vjeçare, për 23 vite ka zbrit Kurani, po i bën që aty 22-23 Ramazana. Jo, pejgamberi alayhis salam vetëm 9 Ramazana i ka agjëruar. Vetëm 9 Ramazana. Se më herët po flasim për Ramazan, nuk po flasim për agjërim. Ju dini me i do këto dy sende. Pejgamberi ka agjëru, por agjërimin e muajit Ramazanit komplet vetëm 9 Ramazana, se më herët Allahu nuk e ka obligu ummetin me agjërimin e muajit Ramazanit. Kemi të qartë. 1. E dyta, a dini si ka qenë raporti i besimtarëve dhe muslimanëve në Ramazan mas iftarit deri në sifër, në fillim? Mas iftarit, besimtarët e kanë pas të lejuar me hongër dhe me pi deri sa nuk flejnë. Nëse i zën gjumi, edhe pse ka kohë për sifër, e kanë pas haram me hongër dhe me pi. Edhe një herë, në fillim të Ramazanit, kur o bo obligim agjërimi i muajit Ramazanit, mas iftarit kanë pas të drejtë me hongër dhe me pi dhe veprime tjera që lejohen legjitime në kuptimin e jetës intime me gruan, e kanë pas të lejume deri sa nuk flejnë. Po e zojmë, ti dej 10 ki nej qut, dej 10 e gjys, dej atërë ti ki drejt me hongër me pike. Kera me fjet, je qun një, si fyri është deri në 4 sa ke sot, e ki haram me hongër dhe me pi. Ka ardh ajeti në surën Bakara, ku Allahu e ka letësu, ka qenë pak dispozita, regulli u konë pak ma i fështirë, Allahu e ka letësu dhe ka thonë, deri në kohën edhe përfundimin e sefirit, keni drejt me hongër dhe me pi, edhe me vepru mënyrë të lirshme krejt veprimet rëndomta. Përshet të më thonë, feja është e letë, prandaj Allahu Dhul Jalal e ka nga efektet e bukurat këti emri, nuk na ka ngarku dhe nuk na ka obligu me gjëra të cilat janë të vështira dhe janë të rënda për ne. Emri tjetër i bukur i Allahut është El Ghafur. Allahu është shumë falës. Allahu falë shumë. Ky emër i bukur i Allahut në Kur'an përdoret në 3 forma. Ky emër i bukur i Allahut te baraka wa taala në Kur'an, por në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përdoret në 3 forma: El Ghafir, El Ghafur edhe El Ghaffar. Trijat kanë kuptime të veçanta. Po në thelb, kuptimi i këtij emri të bukur të Allahut në thelb është Allahu fal shumë. Dëgjoj, mos gabo me thonë Allahu është falës.
kur jemi tek emri El Ghafur, është gabim në gjuhën tonë me thonë Allah është falës. Por sakt është me thonë Allahu është falës i madhë. Allahu falë shumë, El Ghafur. Se është ka anë në këtë formë gjuhën arabe, që nëse ti thush Allah është falës, jo. Nuk ja ke jep hakin kuptimit këtij emri të bukur të Allahut. El Ghafur, Allahu fal shumë. A ka dallim me thonë Allah është falës edhe Allahu fal shumë? Ka dallim? Apo edhe dallimi i thelbësor? Nuk ka dallimi i thjesht, është shumë rëndësi. Ka dallim me thonë fal edhe ka dallim me thonë fal shumë. A dini vëllezëri dashur, El Ghafur sa herë Allahu ka përmend në Kur'an 91 herë. 91 herë Allahu e ka përdor emrin El Ghafur. Ndërsa Ghafir edhe Ghafar, kjo është temë tjetër. Vetëm El Ghafur 91 herë e ka përmend Allahu në Kur'an. 2 me rëndësi. Gjithmonë apo në të shumtën e rasteve kur ka ardhur emri i bukur i Allahut El Ghafur, ka ardhur i lidhur me emrin tjetër të Allahut Ar-Rahim. Allahu fal shumë dhe Allahu ka mëshirë. Shiqo, gjithmonë këto dy emra, kur e lexoni Kur'anin dhe vini tek emrat e bukur të Allahut, gjithmonë ki kujdes, në shumë të në rasteve, një emër i bukur i Allahut përfundon dhe ndërlidhet me një emër tjetër. Dhe lidhshmëria mes këtyre dy emrave kur nuk është rastësi. Kuptoje? Kur nuk ka rastësi. Këta dy emra vinë zbashku dhe ndërlidhen që jepin kuptim të fuqishëm ajetit që ka është ma përpara. Jepin kuptim të fuqishëm ajetit. Na dalin gjërat jashtëzakonshme dhe të rëndësishme për ne. Çka i bjen Allahu fal shumë? El Ghafur. Çka i bjen? Kjo i bjen vëllezër mi dashur që Allahu te baraka wa taala anën e bukur dhe anën e mirë të robit e shpërfaq, ndërsa anën jo të mirë e mshef. Allahu Ekber. A kemi ne vetëm punë të mira, vepra të mira, apo kemi edhe punë të këqija? Allahu na falt. Nga efektet dhe nga ndikimi i fuqishëm i emrit të bukur të Allahut El Ghafur, Allahu fal shumë, është se Allahu të mirat tona na i qet për ledine, na i shpërfaq, e mbaret edhe të këqijat tona Allahu na i mshef. Dhe ky është nga efekti i bukur dhe i madh i emrit të Allahut El Ghafur. Tjetër, çka i bie Allahu fal shumë? Kjo i bie se Allahu në vazhdimsi na fal. Allah të fal 1 herë, 2 herë, 3, 100, 1000, 10.000 herë. Tërkohën Allahu te baraka wa taala na fal. Pse Allahu na i fal neve gabimet dhe gjunat tona? Allahu e bën këtë për shkak të bujarisë së tij. A ki pa dhe tek ne në popullin tonë thuhet i fort i fal. A thuhet i fort i fal? Dhe në thot Allahu Jalla wa Ala, pse neve na fal kaq shumë? Nga bujaria e tij. Pse Allahu na mbulon tmetat e të këqijat e të mbarët tona? Nga butësia e tij Jalla Jalaluhu. Nga butësia e tij Jalla Jalaluhu. Ka shumë ajete. Unë vetëm një ajet 49, edhe kisha pas dëshirë le të jetë ky ajet një prej ajeteve tërmuin ky me qenë, a dini bukur, le të jetë hashtag. Bëni një sot hashtag në rrjetet sociale. Ajetin 49 Hijr. Çka thot Allahu Dhul Jalal? Nabbi ibadi. Allahu Dhul Jalal i thot pejgamberit alayhis salam. Lajmëroj robërit e mi. Informoj robërit e mi për çka? Anni ana al-Ghafur ar-Rahim. Se unë jam shumë falës dhe shumë mëshirues. Allahu Ekber. Hijr 49, hashtag bëne. Që kjo ajet e thirë dikan. Kjo thirrje Allahut ja prek zemrën dikuj. E bo është ti shkaktar me këtë hashtag
ai më u kthy te Allahu te baraka wa taala. A dini vëllezër gjunat çka janë? Gjunat janë burg. Ka thonë ulemaja. Gjunat janë burg. Gjunat janë burg. A mund nasi bikon kërkush pej neve në burg? Im kono në një herë, e dini jo. Gabimisht të kona jo, gabimisht të konë. A din me bo me nejt një burg, Allahu mos nas provoft, spodia ka burg 1 metër, 1 metër me 1 metër. Asni dritare, asni dritë e djellit, munges e ajrosjes, që i bie ki mu asi fiksu, të kapet frima. Qështu në gjunat, kanë thonë ulemaja, qështu në gjunat. Do përëm, kur themi burg, qështu në gjunat. A kemi argument për këtë? Subhanallah, është një pjesë ajetit 81 Bekara. Allahu dhul gjelal kështu i përshkruan gjunat. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ahatat bihi khati'atu. E mbërthyn dhe e kaplun atë gjunahet. Prandaj kanë thonë ulemaja, se na iki koha, kanë thonë ulemaja, edhe sikur të mos kishte xhehenem, vetë gjunat janë xhehenem dhe zjarr dhe vujtje, vallahi. Po ju betojmë në Allahun. Shqoni, na gjithemi gjunahçar, po tërkohem bëjmë përpjekje të pendohemi, të bëjmë vepra të mira, të përmirësohemi, të kërkojmë falje, kështu me radhë. A nuk e keni pa do njerëz gjunahçar që janë larg prej rahmetit Allahut? Janë dëburgosum në ato burget më të thella ndër tokë 100 metra. Pasha Allahun edhe në fytyrat e tyre shihet ajo lodhja dhe vujtja që ata e përjetojnë prej gjunaheve. Mos haro, gjunahet janë burg. Janë burg. Dhe në lidhje me këto emra të bukur të Allahut, po mundona për 60 sekonda me përmbyll, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos haro, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, tuba, lum për atë rob që nesër në ditën e gjykimit ai në fletën e tij, në dosin e tij ka me gjetë shumë istikfare. Mos u ndal ty thon astaghfirullah. Dhe ka një ajet në Kur'an, ata që gjejnë veprat mira në dosin e tyre nesër në ditën e kiametit, e në mesin e tyre edhe në dosin e tyre gjejnë shumë istikfare. Ata dalin edhe me Zot madh në ditën e gjykimit. Dalin para shokëve, para miqve, para familjarëve, thojnë ha umqra'u kitabie. Çyrma një dosjen teme. Lexojeni dosjen teme sa punë të mira kam pe gëzimit. E ke pas një studenti i cili ka vujt 4 vite 5, edhe merr diplomën edhe çet përpara. Thot çyre diplomova, po me 10 që diplomova. Ose i djali vjen ja bjen babës e nanës një brezën me ja tregu, me gëzime, me piskame, me fjalë të madhe, që ashtu në ditën e kiametit ti kime dal i gëzum, kime marr librin e veprave tua, kime thon ha umqra'u kitabie, me Zot madh, po thot Allah, kime piskat, me Zot madh, kjo libri jem, lexojeni o vllazën, o shok, o jaranat e mi, që jemi fal bashk, kemi kalu ymrin bashk, jemi shku në xhami bashk, kemi punu bashk, qërmi punë të mia. Allahu na mundsof që t'jemi faqebardh o Zot. Allahu na mundsof që t'jemi të shpëtuar. Allahu na mëshiroft neve prindrit ton, na falt neve dhe prindrit ton dhe dashurit ton. Allahu edin më së miri, wa sallallahu ala Muhammedin.